Ishte një pyetje të fundit. A kemi më shumë qytetarë që dojnë nga klientët tu, avokate, që dojnë me rifitu shtetësinë apo nga ata që po e kërkojnë për herë të parë? Jo, po e kërkojnë për herë të parë. Kemi më shumë. Mas shumë t'i kom pas raste që po e kërkojnë për herë të parë. Tash po thuaj se është numri shumë i madh i qytetarëve që kanë shumë interes për me marrë shtetësinë e Republikës së Kosovës. Këta që dojnë me marrë për herë të parë, kemi më shumë të gjinisë femnore apo mashkullore? Edhe. Ashtu. Zdi pse menova që bëtu femnore, se ka ma shumë femna që jenë martu me kosovarë, të paktën ashtu e kumë qipu. Kemi edhe gjinisë femnore edhe mashkullore. Edhe, kështu që kemi hap diapazonin edhe po kemi kultura dhe tradita të ndryshme edhe shumë mirë është me i respektu. Po, shumë e vërtet. Ata kanë vendos me jetu me një kosovar, me një kosovare, me i përqafu krejt traditat tona, pse na mos me i përqafu vullnetin e tyne me një shtetësi. Dhe kjo do të ishte një respekt ndaj atij shtetari. Unë njoh shumë kosovarë që jetojnë në vende tjera dhe kanë pas procedura shumë atleta me marrë shtetësinë e vendit ku jetojnë. Po, shumë e vërtet. Unë kam pas, do të thotë, vetë klientë nga shteti i Zvicrës, ku më ka tregu dhe më ka thonë që shumë aljet e kom pas me fitu shtetësinë në Zvicër. Këtu në vendin tim po hasem me sfida më të vështira se sa në vendin e huaj. Po, edhe kjo është shumë e vërtet, edhe këtë përvojë kam edhe unë prej shumë miqve familjarëve që njoh, edhe unë nuk po flas në cilësinë avokate si që një Bubulina dhe ligjërisht pastaj.